fillojmë mbledhjen e datës 4/6. Jashtë radhe, ne kemi 2 pika për të relatuar. Jeni dakord në rendin e ditës? Atëherë pika e parë, relacion numër 2164, datë 29/5 për miratimin pi grumbullimi inertësh që do të dalin nga ndërhyrja me punim rehabilituese në shtratin e lumit Çekez në pronë publike për nevojat Mbas 2007, shtrati i lumit devolë, sepse kjo nuk shtrejë vetëm në pjesën e projekt Çekrezit, po edhe në pjesën e devolë, është rritur në mënyrë të ndjeshme dhe urat po rrezikohen. Me ndjeshme kjo është në projekt e Çekrezit. Urës Çekrezit kalonin kamionat me ndërtesa, sot ka vajtë në botën gjysmë metër nga krarët e urës. Kërkon ndërhyrje për të shmangur. Në lidhje me këtë problematik, ne jemi drejtuar me një shkres Ministrisë që në datën 12/1/2026 me shtratin e lumit devolë. Dhe Ministria e Mjedisit na japin, na rekomandojnë mbrojtja e bregut të lumit pritave qoftë gjatësore apo tërësore me qëllim parandalimin e fenomenit të erozionit në gryerjen e bregut të lumit apo të aksit rrugor. Për këtë ne kemi përgatitur projekte në gjithë gjatësinë e lumit devolë, nga Gramshi deri në Kudovljan. Vjetë bën mbrojtje lumore në pjesën poshtë qytetit, aty ku ne mendojmë se do të krijohet parku i qytetit dhe si vjetë do të ndërhyjmë në pjesën e Shumërizës, në gjithë hapësirat pranë lumit devolë ku paraqitet rrezikshmëria. Jo më lartë se vjetë, buxheti për mbrojtje lumore në Shumërizë ka ardhur dhe do të fillojmë në procedura për të vazhduar pasaj vitin tjetër në Masha, në Përstim, dhe Kudovljat ku kërkon ndërhyrje. Rekomandimi i dytë që Ministria neve na jep ose drejtoria me të nevogjishme që merret me këto probleme, thotë udhëzimin në aksi rrugor me drurën të shpatat e lumeve. Kjo është një masë që kërkon investime shumë të mëdha dhe mendojnë që nuk është një gjë që zgjedhet në një vit apo 2 vite. Dhe e fundit është kryerja e punimeve rehabilituese në shtratin e lumit duke larguar sasitë e materialeve inerte me qëllim uljen e nivelit të lumit nga te mbushja. Nga matjet që janë bërë në urën e Treshovicës dhe në Çekrez, niveli i shtratit të lumit është rritur diku varion nga 3 deri në 4 metra me mbetje. Dhe lejen për të ndërhyrë për rehabilitim me fjalë e jep vetëm drejtoria e basenit të Seman. Por ne jemi duke bërë sipas vetëm formularit numër 40, duhen bërë një sër dokumentacionesh për t'ia paraqitur basenit të Fierit. Dhe midis 10 dokumentacioneve siç është studim hidrogjeologjik, studim hidrologjik, raport gjeologjik, komponente shërbimit gjeologjik, projekt hidroteknik, projekt konstruktiv, struktura mbrojtëse, rilevim topografik i zonës, plani detajuar i rehabilitimit, preventimi i punimeve, vendimi i agjencisë kombëtare të mjedisit e tjetër, duhet dhe një vendim i Këshillit të Bashkisë për të përcaktuar parcelat se këto inerte që do hiqen këtu ku do të vendosen. Dhe këtë kemi kërkuar sot
kalimin e tyre për shkak të ngritjes. Por ne nuk mundet dot me fjalë të fusim të gjithë zonat një herë, sepse drejtoria e basenit jep lejë të pjesshme me fjalë brenda disa koordinatave. Ju aty keni edhe hartat më treguese se ku mendohet janë 2 parcela që do të grumbullohen me fjalë për njerë. Dhe plani i zbatimit do të fillojë pasi të merret leja nga drejtoria e baseneve me fjalë, pasi kërkohet dhe oponenca e gjithë këtyre dokumentacion. Kështu që unë e kërkoj Këshillit pra që ta miratojë të shesh pushimi ku duhet të vendoset stoka ku ne mendojmë të grumbullohen është tokë shtetërore dhe do të shfrytëzohen sipas nevojave që për shfutur ura e Çekrezit, po e zuri dhe një dimër tjetër, ujrat dhe i njerëtët do të kalojnë në vidi vetin e mësë. Faleminderit. Nëse ka një pyetje me shkarim, mund ta shpurtoj. E para një kur do ku është vendi që do të mundohet në telefone. Aty po, se marrë të shtima. Po. Do ka një si vend. Pasuria numër Ato ishin Shumë duke pjesa. Matan Osim Çekrezit, U ka qenë ish poligon. ish poligoni i ndërtimit me fjalë dhe ka parcela me në vazhdimsi të cilat janë proshtetit. tani. Po. Bëjt shumë mirë që ndërhyjet për pastrimin e njerëzve të rrugën e Devon. Duke filluar që nga ura e Trashovicës, Çekrezit, po edhe Shumërizës dhe gjeti Po. ato kemë që ose do vazhdo të kështu. Dhe unë e konsideroj me vonesë të ndërhyjet. Kjo du t'ishte bërë me kohë. Du t'ishte bërë me kohë sepse përveç urave që rrezikohen, që janë vërtet të rëndësishme, edhe shumë toka po bëhen zallishte. Nga Shumëriza, në Masha, deri Kodovjat, po edhe këtej nga broji tjetër që vjen nga Korrika. edhe Andejsa. Po. Kështu që e kjo e vend të ndonë se të vonuar. Po ndërkohë, jam çuditur që janë dënuar me gjoba shumë persona që kanë marrë dhe makinë zhavorët. Është pa faqe. Ndërkohë që të nxitëshin, se ata banorët kishin nevojë për një makinë re, një makinë zhavor dhe nuk janë lejuar. Shko që kemi bërë apo jo. Dhe durton ajo vetëm që kemi shkaktuar të që po bëjmë dënurat, po kemi dënuar edhe njerëz kohë. Sa atyve që kemi marrë leje thjesht dhe vetëm për Çekrezin një herë. Se s'mund t'jepet leje për gjitha. Çfarë është kjo s'jepet leje? Në t'jepet leje për gjitha, dhe këtu po rrezikohen. Dhe të vazhdoj njerëzit edhe privatisht marrin zhavora. Kuptoj. Dhe të marrë privatisht edhe, që është këtë dhe policia e vot 2 milion në kjopë se mori makinë rëri, makinë zhavora. Të jatë pa fashë. Dhe shumë e vërnuar, dhe unë jam dakord vazhdoj. Jam dakord. Faleminderit. Ka njëri tjetër? Atëherë e kam të nevojshme të bëj sqarime. Unë bashkoj me shqetësimin e këshilltarit dhe pikërisht se sa kur lidhur me atë shqetësimin që dënohen njerëz që marrin zhavor. Ligji i tillë është ka një monotorium për mbrojtjen e shpejtëve dhe lumejve, por ka një specifik. Nëse lumejt e tjerë të Shqipërisë vuajnë nga gërryrja e tepër, lumi Devol vuan nga pejmbushja e tepër. Por studiot që private që merren me gjithë dokumentacionin, se ky dokumentacion që përmenda këtu i bën një studio private, nuk i bëjmë dot ne, sepse kërkon specialitet, por janë qindra faqe që bëhen për këtë punë, dhe ligji jep të drejtën misirë në dorë. Formulari numër 40 thotë, kërkesë për abitim të trupa ajror aplikohet vetëm nga Bashkia e Instruksionet Publike. Vetëm në raste të veçanta ku ndërtohen vepra madhore, i lindet
sipas ligjit një distancë të caktuar nuk mund bëj studime e lumit nga Gramsci deri në Florian. Po ka një që shkojnë në një gjatësi jo më shumë se 1.5 kilometra. Gjithsesi ne po punojmë edhe për pjesën e këtyre e trashoricës poshtë ulës dhe sipër ulës, por në një moment të dytë. Kështu që ne këtu e paraqitur që në Gramsh nuk duhet të ndodhë kjo gjë, dhe pani që ne do marrim lejë, do kemë hapësira edhe qytetarët, se nuk i duam për të ngrënë ato zhavoret në bashkia. Bashkia do përdori aq sa do përdori, por do të krijojë mundësi me fjalë që në zonën që merr lejën të zgjidhin hallet edhe qytetarët. Pyetje kështu flesh, se marr shumë kohë. Tani, i nderuar, lidhje me projektin, kush e financon? Është bashkëfinancim i bashkisë, lidhje me pastrimin e inertëve tek kura. Shiko, është momenti i parë që ne marrim lejen, pastaj çështjen e zgjidhjes së implementimit të tjerë do bëjmë procedura me fjalë mund ta bëjmë me ankant nesër që X kompani me fjalë të merret kundrejt të gjitha detyrimeve që do të ketë ndaj pushtetit vendor. Po patëm ne që për ta bërë të gjithë vetë, me ta bëjmë. Unë nuk mendoj se rapi. Por ai është në momentin e dytë, të tim tek lejet na jepet e treta që të shkojmë aty lum. Se ndryshe dhe gjobën mbrapa si privatet dhe institucionet. Një pyetje tjetër, duke qenë që mbushjet kanë ardhur si rezultat i zbatimit të projektit hidropowerit dhe rrezikohet rruga automobilistike, Gram-Shkorç, domethënë ndjenin tuaj, a ka një qasje kontraktuale midis bashkisë dhe hidropowerit lidhje me situatë të tilla parashikuara për impaktin që do të vijë? Do të thotë sepse është shumë e rëndësishme, duke qenë që ata do të përmbushin shumë detyrime që rrjedhin nga detyrimet e mëpasshme. Të kuptova. Ne kemi për një vit e gjysmë që jemi në kontakt me Devot Hidropowerin edhe për probleme të tjera. Që kanë bëjë me probleme të mbartura që nga viti 2016 dhe 2017. Dhe kemi bërë prezent edhe këtë problem. Ku kemi kërkuar një takim përparish Devot Hidropower, Ministria e Infrastrukturës dhe Bashkia. Dhe në katër problemet që kemi neve, kemi shkuar edhe këtë problematik tjetër të cilën do ta diskutojmë. Por ne e quajtëm më emergjente pjesën thash e ndërhyrjes në lumin Devot ku lidhet me çekrezin ty ishte më emergjente. Dhe pasandaj, hapi, mbi komunikimin që do të realizojmë me Devotin dhe me Ministrinë e Transporteve, do të vinë me zgjidhje masa konkrete. Po.
prezantimi dhe diskutimi i raportit të performancës për vitin 2025. Këtu buron legitimiteti i çdo vendimari, prandaj është ideja që ligjbërësi e ka përpiluar në formë të tillë që u merret atje e llogari. Lidhe me disa pyetje kam. Prezantimi i raportit performancës për vitin 2025 vjen si produkt i ligjit 68/2017 për financën e qeverisjes vendore, që ka të bëjë me vlerësimin financiar, raportin vlerësim financiar. Është në pikën e saj. Referuar rregullores Këshillit Bashkiak përcakton 3 kushte, të cilët ju e keni detyrim ligjor të paraqisni. E para, dhënat tona do konsistojnë në të dhënat e vitit kaluar, vitit aktual, koherent dhe 3 vitet e ardhshme. Do të thënë me dhëna konkrete, jo do të thënë është kaq në mënyrë përgjithshme, sepse nuk ka efekt e një raport financiar nëse ti e trajton në formë statistikore. Do
Do të thënë indikator të matshëm që ne dim ku çdohet, ku duhet bërë më mirë dhe ku do përmirësohet, kupton drejtor. Nuk është qasje që vajta raportova, thash dy gjëra dhe kështu. Sepse nuk ndihmojnë, nuk marrin benefite midis njëri tjetrit. Kurse në lidhje me tagrin, pastaj po duke qenë që është në kryetari i bashkisë, okay, përmbushje si detyrim ligjor në prezantimin e tij. Kemi edhe disa tregues të tjerë, të cilët janë kushtet kryesore. Raporti mjetëtor i kontrollit të shtetit dhe një auditim i brendshëm që kanë institucioni. Kto janë themra aktive. Kurse të tjerët bëhet ti me lloje qete, lloje fete, si duash, nuk kanë shumë vlerë. Në pikpamjen lëndore të ligjit që përcakton. Se ne jemi këtu organ i zgjedhur që japim llogaritë qytetarët, ju jepni llogaritë tek ne. E kupton drejtor. Që të vish këtu para këshillit duhet të bësh një punë voluminoze, nuk është një punë thjesht ndaj ca materiale unë dhe po përpiloj disa të vende. Nuk është kështu. Dhe unë gjykoj që duhet të jetë me seriozitet pjesa e performancës vjetore, sepse është themeli i veçëverisjes dhe kompetencave që ligji na ka përcaktuar. Dhe këto, një raport i brendshëm që keni bërë ju vetë, nuk po themi ne, ose i palë i subjekti i jashtëm. Dhe thuhet këtu ka realizuar, këtu kemi shkallë pritshmërie më të lartë, këtu nuk janë pritshmëri të duhura, sepse ne kështu e çojmë mekanizmin përpara, kupton? Kjo është logjika, jo për të vënë një siklet në tërmet, do të thënë sepse e mira jo është e përbashkët, qytetarët, shërbimet janë, nuk është se ka këtu do të thënë, por për ta marrë me seriozitet pjesën e performancës, sepse performanca është një indikator shumë i rëndësishëm. Dhe ne pra të performancë japim llogari një 4 vjet, ju jepni llogari një muaj ose një vit si u ka dhënë ligji për ta ardhur. Prandaj dhënat janë sa më konkrete. Dhe tjetra dhe një mos harroj, çdo raport para do të vijë te Komisioni i Financës dhe Ekonomisë. Nuk mund të vish direkt në ndërmjet ti sepse këtu nuk kanë të gjithë ekspertë ekonomie. Dhe ka shoqëruar me drejtorin e financës dhe jep dhënat është. Kjo është për të fatikisht të shaftuar ti sepse ka unë thjesht me prezantimin dhe dhënat e marrë nga rekomendacione, jo thjesht me dhënat e shkruar. Gjithashtu ato verifikuar nga marrë ose vend diskutim burime që kemi marrë. Kjo është nga kërkuar, dhe është nga për momentin pakën për ne. Raportet sa më pesh për performancën tonë, dhënat që neve duhet publikojnë dhe duhet marrë në grafikin tuaj dhe duhet ju janë në llogari. Topika që ka sa më pesh. Këto pakën po vjet drejtorit profesorë që janë shërbime. Edhe dhënat janë marrë bazuar në dokumentacione. Bazuar sepse po janë do të jenë të mashme, po janë marrë se kemi marrë. Përveç nuk themi të turizmi që nuk mund të kemi 100% turistët e huaj sa nga darë. Po dhe janë marrë disa data referenca me hotele. Duke marrë shkas nga një vend që ju cituat. Si keni matur indikatorin e 28% të rritjes turizmit? Çfarë njësi matse keni? Është marrë gjitha hotelet vitina lartë se sa vizitorë kanë pasur. Do të shtretë, janë marrë shif, vetëm këtë pikë nuk mund të 100% se dhe gjithë Shqipërinë në më martoshë. Po nuk sot e 100% se ka vizitorë të orë që vizitorë të se kërë me të edhe këta se kemi në të 5 minutë, në gjithë Shqipërinë. Nuk mund të masë të marrë 100%. Po të ndërë që ne një marrë informacion në hotelet, në shtretrit, të bëjtirat, edhe kanë dhe një afërsi, sa ditore dhe nuk mund tjetë kërëshizë edhe në turizmë, kurse pjesa tjetër, dhe në dhe gjitha konkrete dhe përveç pjesës turistëve tuaj dhe turistëve të parë, që nuk mund tjetë 100%, sepse askush që përgojë ka një sistem market fikse, pjesa tjetër e marrë gjitha të konkrete, dhe për nëmbrojtur pikat pastaj, normalisht si që të dhe të tishën gjitha të rritë, sepse nuk tjesht të prezentimin e asaj. Në pritshmëri të gjykimit tuaj. Atëherë, kemi shumë punë për bërë, dhe nga të realizuar. 1, 2, 3. Autonomia financiare, ekzekutivi buxhetor, punimi rural në mbledhjet, që i kemi tonë të branch. Strehim social, edhe bizneset, që e kanë qënë në rejtë. To janë pikat kryesore, sfidët kryesore që do të kemi në pastaj, çfarë kemi kam bërë në paqe, bashkëtonë tash, bashkëtonë për parë që punojnë për atim nga kanë migracion të sportit, do të do të shkruaj edhe do të vjen edhe me performancën për sukses që kemi ne kemi një gram në performancë, dhe puna për kërkesash për migracion të diasporës. Gram që ne kemi zënë punës, krijuar struktura tani që kemi një përgjegjëse për migracion të diasporës. Pak më përpara, që të ketë paktën kemi edhe një tip data
themi, ku janë emigrantët grafë, ku kanë shkuar dhe ku kthehen si ne mund t'i ndihmojmë. Bashkë të ofrim shërbim teknike, shkolla, kopshte të mësimit, dhe shkojmë pastaj bashkëpunimi me emigracionin e brendshëm. Punëtorë sezonal, për shembull shkojnë shkolla në Vlorë, Saran, ku punojnë që si bashkëpunëtor i asistojnë, si në anën e asistencë mjekësore, qendra mjekësore ose çështë të tjera. Pastaj forcimin në starimet të vetëve rurale, lidhja të ardhurat edhe tja, aktiviteta aktive projektet BES, paka shumë të Okej, ka njëri pyetje? Po. Tani, kur gjoj të shifra këtu, me mi lumë si ne. Po, kur shikoj pasaj realitetin të rrem, me mi të pjerë ne. Performancën për e tregon qartja e protesta popullore masive që ka shkëlqyer. Ajo është treguesit dhe i qartë i performancës së qeverisë qendrore dhe lokale. Po mos ty. Po, le të jem kujt të dojmë ka mendimin, unë flas personalisht. Unë këtu flas personalisht, dana. Ka punas me Salinas Verau. Por që inshallah për shpërthem, po të shpërgjasën shpërthem i kjo filloj që ka budget. Unë kam diskutuar e këtë në budget. 52% e budgetit ne kemi parë. Pasje e një administratë ndërkohë që do të zëjë 35%. Që këtu fillon e. Investimet nuk janë shpërndarë në një territori. Atje ku kam shumë nevojë. Pa përcaktuar më parë prioritete. Pa të kurrën e ligjeve, se unë jam rabitë të tjera sociale, por ka shumë për të korrigjuar. Në të kemi 100.000 hektarë tokë misore, ndërkohë kemi dhe 100.000 hektarë tokë kullota. Po ato kullotat janë aq benefite sa që është tokë, se pjesa më e madhe e tokës po ngjelet djerë, s'ka njerëz. Ato kullotat kanë një vlerë të jashtëzakonshme, por që ne nuk po shfrytëzojmë, sepse s'kemi njerëz. Ne nuk po na merr mallë të gjojmë kontuar njerëz. Po janë shumë, ato janë tarë të konsiderueshme për ne. Ne s'po ja krijojmë mundësitë. Ju po thoshte aty që po kurtojnë që të kthejnë emigrantët miku. Emigrantët jo që s'ja mushin për të njërë nërë. Jo, është të se bëjmë do. Po të vinë investor, të kthejnë. Jo, Normalisht se mos të shpojnë dhe të investojnë grafsh. jo, vetëm që s'ja mushin për të njërë time. Por ne për në petike dhe këta që janë këtuj ka vlami që të gazë të këtuj. Kjo është performanca e martisë. Pa hyrë në detaje, s'do të fjatën të tepër. Faleminderit. Kaloj për votim të politikë. Jo, po politik fare. Ju quani politik po deshe, po realiteti flet vetë. Ne që referohemi Po flet vetë realiteti, jo, po biznis Po vetë, ta mbaroj modelet. jo, po politik, po politik fare. Ke drejtë, sholet doj përmbajmë rendititës, se ka dojmë rendititës. ishte një raport performance për 2025, që bashkia është për të propozuar sepse e ka bërë dhe është për herë të parë në sa vjen që është bërë. Kështu që në këtë aspekt ju themi bravo atyre që e kanë bërë, ka vetëm një hap të parë dhe natyrisht që do pasurohet vit pas viti me të gjitha ato element që duhet për të qenë një raport sa më i mirë. A ka probleme, natyrisht që ka probleme, se edhe në shpinë e kemi probleme, por po fundit është një pasqyrë restrukturuar e performancës së bashkisë në këto 11 fushat që këta i kanë përcaktuar. Dhe në këtë aspekt, kjo ndihmon në ato vendimarrje sa më të mirë të bashkisë për të bërë një transparent sa më të mirë. Fakti kështu e kuptoj unë. Ai që japim miratimin dhe që lëmë të punon, dhe viti tjetër të rregullohen dhe të korrigjohen ato problematika. Do është vetëm një gjë të vogël që ky raport duhet ta ndihmojë përfitash me shkrim të integrojnë në buxhet. Pika dhe që kemi thotë, Kjo bashkë me bashkë fokusohemi që të progresojmë dhe investojmë të fundit, vërtet kemi probleme. Dhe do të
diçka tjetër që besoj të gjithë ndihmë që vjen nga shtëpia e bazë performancës afrikane që në bërë me një kohë shkurtër, do të rreth të 6, tregon në shkallën e Shqipërisë, kështu që nuk jemi dash keq pjesën e raportit